العلم تاج ونبراس لصاحبه يرقى به سلم الأمجاد والرتب وإن خلا المرء من علم ومعرفة فما يفيد جمال الوجه واللقب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله العليم الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وله الثناء الحسن. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفوة خلق الله أجمعين. نشهد بأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Gjithë falënderimet dhe lavdrimet I takojnë Allahut Gjelle Gjelaluhu, vetëm ata e falënderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë, kurse salavatet dhe selamet nga thellësia e zemrës tonë I dërgojmë të dashmurit tonë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë ata të cilët pasojnë rrugën e tyre me të mirë deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër, fillimisht falenderojmë Allahun Gjelle Gjelaluhu, I cili na të bëj përsëri në këtë xhami, pasi që munguam për një kohë të gjatë, dhe Allahu Gjelle Gjelaluhu na rikthen përsëri që të rifillojmë nga aty ku e lam me shpjegimin, të cilën e kishim zakon çdo javë në shpjegimin e librit Respekti ndaj dietarëve, apo shenjtëria atyre ndaj dietarëve, si respekt edhe njohje për secilin musliman, e veçanërisht në përgjithësi ajo e cila I duhet një muslimonit, por kaluam në shumë ligjërata të tilla të kësaj libre, që me të vërtetë është shumë e dobishme për secilin musliman që të ja vendos veshin e të merr këshilla duke e marrur vetveten time pikëspari që me të vërtetë në këtë libër gjithherë kur lexoj, edhe pse shpjegojmë së bashku këtu me ju, por përsëri subhanallah arrit dobia që të freskon në shpirt për arsye se gjithherë kemi nevojë na për të ripërsëritur këshillat e Allahut dhe të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe atyre burrave të cilët ishin të edukuar në këtë din dhe në këtë fe me moralin e Islamit, ashtu sikur që porositi Allahu dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Atëherë rifillojmë pra nga aty ku e kemi lënë, tash nuk e di a e mbani mend ku e kemi lënë temën edhe dersin ligjëratën e fundit apo jo? A e kemi harru? Pa laps problem. Sa e mbaj mend, folëm për një temë ato të cilët sa më pak marrin pjesë në disa mexhlise ku përmendet dhe ku bëhet gibet, edhe ku cenohet deri një muslimonit, ai është më I mbrojtur. Aq më shumë është më I mbrojtur. Sa më pak të marrësh pjesë në ato tobime, në ato mexhlise, aq më I mbrojtur është ai I cili s'ka marrë pjesë në ato vende ku përgojohet dhe bëhet gibet besimtari. Mirë po, çka nëse ai merr pjesë në ato tobime dhe në ato mexhlise? Ajo tema cila vijon që hoxha sjell, këtu tha, ma yajibu ala man hadara majlis al-ghiba. Çka duhet të bën ai I cili prezanton në mexhliset ku bëhet gibet, në ato tubime ku bëhet gibet.
Çka i obligohet një muslimonit kur ai të jetë prezent në ato mexhliset ku bëhet gibet dhe përgojohen njerëzit apo të thashe thëmet duke u akuzuar nderi i muslimonit në atë tubim. Çka duhet që të bën? Çfarë obligimi ka një musliman? Padyshim se muslimoni e ka hak ndaj vllavit të tij musliman që ai ta mbron nderin e tij dhe ta mbështet atë atëherë kur të i bëhet pa drejt atij, ka ajo në prezencën e tij apo në jo prezencë të tij. Kur të zhytet në nderin e tij ndonjë munafik, ndonjë hipokrit, ndonjë i padrejtshëm që të futet edhe të merr në përkom nderin dhe t'ja shkel dhe t'ja cenon dinjitetin e tij, e ta merr në përgoje, ta përgojon ata e ta bën gibet, ai i cili nuk ka frikë ditën e llogarisë. E mu për atë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam o vëllezër e llogariti besimtarin pasqyra e besimtarit. Për arsye se besimtari është ai i cili e mbron, ti kur del para pasqyrës, e mbron vetveten tënde, i sheh të metat e tua, e fshin hundën, i fshin syt, i sheh ato të metat të cilët i ke dhe ti me pasqyrën e mbron veten tënde. Pra besimtari për besimtarin është si një pasqyrë, që ai i sheh ato të metat dhe i mbron, dhe ja ruan nderin e tij, dhe ai e mbron kur ai nuk është prezent pas shpinës së tij. Kështu tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hadithin të cilën transmeton Abu Davudi nga Abu Huraira radhiyallahu anhu. Pra ceku hadithin e pejgamberit sallam kur tha el mu'minu mir'atul mu'min wal mu'minu akhul mu'min yakuffu alayhi day'atahu wa yahutuhu min waraihi. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha besimtari është pasqyra e besimtarit. Besimtari është vëllau i besimtarit, ai i ruan atij nderin e tij dhe e mbron nga humbja, nga cenimi, që mos të ndodh diçka, ka ajo pasuri e tij, ka ajo dinjitet dhe vlerë e tij, ai i ruan nderin e tij dhe e mbron nderin e tij, dhe është ai i cili e mbron prapa shpinës së tij. Kur dikush të shkel nderin e tij e të flet dhe kur nuk është në prezencën e tij, ai është besimtari, vllavi i besimtarit, vllavi të vet të cilën e ruan dhe kur nuk është prezent. Dhe pas shpinës së tij ai e mbron, ajo pas shpinës të flet e të zhytet në nderin e tij. Kjo është cilësi, subhanallahu, me të vërtet se kjo cilësi është në mesin tonë dhe është shumë e ulët që e gjejmë prezent si te vetvetja dhe te na të gjithë secili flasim për vetveten tonë, që e gjejmë prezent që po nuk është dikush prezent, me njëherë dikush të fol nëse ai nuk është aty. E mu për atë, besimtari për besimtarin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e llogariti si një ndërtesë të fortifikuar. Në hadithin të cilën transmeton Imam Buhariu dhe Muslimi nga Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam el mu'minu lil mu'mini kal bunyan. Besimtari për besimtarin është si një shtyllë, si një ndërtesë e fortifikuar, e cila e forcojnë njëra tjetrën. Pra kështu është besimtari ai i cili mundohet që ta mbron nderin e besimtarit, vllavit të tij musliman. Për arsye se tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam o vëllezër, me një hadith të cilën e transmeton Abu Davudi nga Muadh ibn Anas radhiyallahu anhu, tha se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë. Dëgjoni këtë hadith sa interesant. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tregon se çfarë obligimi fetar ka një musliman që në moment dikush që e cenon dhe flet për vllavin e tij musliman, se çfarë shpërblimi ka pastaj nëse ai del në mbrojtje të tij dhe i replikon të gjitha ato të cilët i shpifin dhe akuzojnë atë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam than këtë hadith, men hama mu'minan min munafiqin yagtabuhu ba'atha Allahu malikan yahmi lahmahu yawm al-qiyamati min nar jahannam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha kushdo i cili e mbron një musliman nga një munafik i cili e përgojon atë, tha Allahu xhalla xhelaluhu dërgon për to një melek, një engjëll i cili do t'ja mbron mishin e tij në ditën e gjykimit nga zjarri i xhehenemit. Para mendova, Allahu xhalla xhelaluhu të dërgon melek, t'ja mbron
mishin nga zjarri i xhehenemit vetëm se ti njëherët ka ardhur rasti që ti ta mbrojsh një vllavin tënd musliman kur dikush të zhytet e të flet për to. Pastaj vazhdon hadithin këtu, hoxha nuk e ka vazhduar, mirë po hadithi vazhdon në Ebu Davud duke thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam men rama musliman, kushdo i cili e akuzon një musliman bi shay'in yashinuhu, që dëshiron që ta akuzon për diçka vetëm e vetëm ta nënçmon atë, tha Allahu xhalla xjalaluhu habisahu ala jisri jahannam. Tha Allahu xhalla xjalaluhu do ta ndalon, do ta burgos në urën e xhehenemit, tha derisa të del dhe të pastrohet nga ajo të cilën e ka thonë. Para mendohe të jesh në këtë sprovë në ditën e gjykimit vetëm se ndoshta ke marrë pjesë me një moment kur është akuzuar për diçka një musliman, që ta ulate, ta nënçmon atë, e kjo është me të vërtetë, subhanallahu, është çështje e madhe se besimtari ka nder të madh dhe ka cënim të madh në moment që dikush flet e cënon atë, e ti ta mbrojsh atë, Allahu xhela xhelalu dërgon me laqe e cila të ta mbron ty mishin prej zjarrit të xhehenemit. E kundërta e saj të të burgos te ura e xhehenemit derisa të pastrohesh, me të vërtetë se këto janë disa këshilla vëllezër me të cilët na duhet që të i mësojmë se kështu ndërtohet shoqëria dhe kështu ndërtohet bashkimi dhe dashuria në mes veti dhe ruhet. Esma binti Yazid radiallahu anha tha se kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam të hadithin të cilën transmeton Imam Ahmedi, tha men dhabba an irdi akhihi bil ghiba kana haqqan ala Allah an yu'tiqahu min an-nar. Kushdo i cili e mbron dhe i largon ata të cilët cenojnë nderin e një vllavit të tij musliman, tha është e detyrshme për Allahun xhel xelaluhu, detyrë për to që ai ta shpoton nga zjarri i xhehenemit. Vetëm se e mbron një musliman, vetëm se në moment kur një musliman fyhet, shkelet nderi i tij dhe merret në përgojohet, e ti të ndalësh mbrojtje të tij dhe të i largojsh ata të cilët mundohen që të nënçmohet ky vëlla musliman, Allahu xhel xelaluhu të largon qafën nga zjarri i xhehenemit e të shpoton nga zjarri i xhehenemit. Një është hadithin që transmeton Tabaraniu dhe Hakimi nga Anas ibn Malik radiallahu anhu, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam men nasara akhahu bil ghaibi nasarahu Allahu fi dunya wal akhirah. Kushdo i cili e ndihmon vllavin e tij në mos prezencë të tij, kur dikush flet për to, edhe e nënçmon ato dhe mundohet ta shkel nderin e tij, ai e ndihmon dhe e mbështet vllavin e vet në mos prezencën e tij, tha Allahu xhella xjalaluhu do ta ndihmon ato në dunja dhe në ahiret, në këtë botë edhe në botën tjetër. Një ashtu hadithi e Abu Dardas radiallahu anhu, të cilën transmeton Imam Ahmedi dhe Tirmidhiu, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam men radda an irdi akhihi radda Allahu an wajhihi an-nar yawm al-qiyam. Kushdo i cili e mbron vllavin e tij dhe kushdo i cili e mbron nderin e vllavit të tij, tha do ta mbron Allahu xhella xjalaluhu fytyrën e tij nga zjarri i xhehenemit. Pra do ta largon zjarrin e xhehenemit nga fytyra e tij në ditën e gjykimit. Dhe një hadith i cili është me të vërtetë si një mësim dhe edukim që na edukon dhe na tregon se çfarë obligueshmërie fetare kemi na nëse marrmi pjesë në këto tubime, nëse marrmi pjesë në këto mexhlise me të cilët ndoshta merret në përkomb nderi një muslimanit. Akuzohet një musliman, folet për një musliman, edhe nëse përgojohet ai, si duhet që të vepron ky musliman, çfarë obligimi fetar kemi, e transmeton hadithin Abu Davudi dhe Imam Ahmedi nga Jabir ibn Abdillah dhe Abu Talha radiallahu anhuma, të cilët të dy thanë se pejgamberi sallam ka thonë: ma min imri'in yakhdhulu mar'an musliman fi mawdi'in tuntahaku fihi hurmatuhu wa yuntaqasu fihi min 'irdihi illa khadha lahu Allahu fi mawtinin yuhibbu nusrata. Tha pejgamberi sallam nuk ka një njeri i cili e poshtron një njeri musliman në ndonjë vend me të cilën në to shkelet dinjiteti i tij edhe cenohet nderi i tij. Tha përveç se Allahu xhella xjalaluhu do ta poshtron atë njeri në një vend ose në një moment ku mas shumë ti don ndihmën e Allahut.
A ke pa ndonjëherë ki mas shumë ti nevojë në ndonjë vend, ose poshtrohes, ose ndonjë sprovë, në ndonjë pozitë, që mas shumë ti ki nevojë që Allahu xhallahu të ndihmon në atë vend, e ti nëse je pjesë e një poshtrimit, të një shkeljes së dinjitetit të një muslimonit, të një vllau të njeriut musliman me të cilën shkelet nderi i tij, e pastaj ti t'jesh aty prezent, tha Allahu xhallahu do ta poshtron atë njeri në momentin ku mas shumë ti ka nevojë, edhe mas shumë ti don ndihmën e Allahut xhallahu. Dhe kundërta e asaj tha ma min imri'in yansuru musliman fi mawdi'in yuntaqasu fihi min irdihi wa yuntahaku fihi min hurmati illa nasarahu Allahu fi mawtinin yuhibbu nusrata. E kundërta e asaj tha dhe nuk ka një musliman, një njeri i cili e ndihmon një vllavin musliman aty ku shkelet dinjiteti i tij, cenohet nderi i tij, dhe ai del në mbrojtje ti dhe përkrahun atë, por vetëm se tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam do ta ndihmon Allahu atë, edhe do ta mbështet në ndonjë vend ku mas shumë ti e don ndihmën e Allahut xhallal xhelalu. E ku ka më mirë se sa Allahu xhallal xhelaluhu të ndihmon në ndonjë vend ti mas shumë ti ki nevojë për ndihmën e Allahut, se nëse hek Allahu xhallal xhelaluhu ndihmën tënde, atëherë mos ka kush që të ngren dhe t'jep pozitë. Nëse të ta hek Allahu xhallal xhelaluhu ndihmën dhe ngritjen e dinjitetit tënd, harrohet që ka dikush mo që mund me të ngrit pozitë. Të gjithë ata të cilët ju kanë larguar Allahut xhallal xhelaluhu, ju kanë larguar shtëpisë Allahut xhallal xhelaluhu, mësimeve të fesë Allahut, mos prit se do të gjejnë dikundi dinjitet e ndershmëri e pozitë. Gjithherë jetë i nënçmuar duke nga mbas dunjas e mbas çështjeve të interesit tënd personal të dunjas të cilët i kije, edhe nënçmohesh dhe të gjithë të tjerët do të shohin me atë sy dhe në atë mënyrë. A nëse je nga ata të cilët e mbron fenë e Allahut, e don fenë e Allahut, mundohesh të marrësh pjesë aty ku mësohet feja e Allahut xhallal xhelaluhu dhe e mbron një musliman, ta dish sigurt se Allahu xhallal xhelaluhu do ta ngren dinjitetin ton edhe nëse nuk je ti në atë pozitë. Ndonë ndonjëherë që ti nuk je shumë interesuar, nuk je shumë pozitë, nuk je shumë vlerë, nuk je shumë hejbe prestisht të njerëzit, po Allahu ta ngren që të gjithë ata të dëshmojnë mirë për ty e të thonë valla filani me të vërtet burr i mirë. Ai rrinë për mezhliset të hajrit, ai nuk flet për dikan, ai mbron deri në muslimonit, ai rrinë për xhamia, e kështu me radhë gjithherë. Pra, kjo është këshilla e këtij hadithi që na mëson se na e kemi një obligim fetar që na në prezencë të një muslimonit ku aty ti prezant dhe shkelet deri i tij që ti ta mbrojsh atë. E nëse don Allahu xhallal xhelaluhu të të mbron në ndonjë vend ku mas shumë ti ki nevojë për to. Dhe kjo ishte ndjekja e shokëve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Këtë obligim o vëllezër ndaj vëllezërive të tyre e bënin shokët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Shiko se Amr ibn Yasir një herit e ndëgjoj një njeri duke fol edhe duke shpif, duke akuzuar Aishën radhiyallahu anha, bashkëshortën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nuk qëndroi Amr ibn Yasir radhiyallahu anhu që të hesht hajt mos t'ja prishi. Na e kemi edhe këtë problem, hajt mos t'ja prishi atij, po direkt reagoi më një herë që të mbron dhe të flet për nderin aty ku cenua nderi i kuj, nderi i bashkëshortes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ju drejtua atij duke thënë uskut men maqbuhan manbuha. Hesht i poshtruar e i nënçmuar. Qenë ke njeri i poshtruar dhe i nënçmuar, tha ti flet dhe akuzon të dashurën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që na dëshmojmë se ajo, unë dëshmoj tha se ajo është në xhennet. Flet për të dashurën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që ka dashur të flasish për to. E kjo është detyra e ndjekjes së shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që ato me njëherë reagonin dhe nuk linin që dikush të akuzon dikan prezencën e tyre. Gjithashtu, e keni ndëgjuar hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me një tregim të një pendimit të një sahabiu të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Hadithi në Sahih Buhari dhe Muslim është tregimi i gjatë shumë. Ka'b ibn Malik ka qenë një sahabi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i cili kur dolën në luftën e Tebukit, ky u vonua pak në këtë prezencë të kësaj lufte dhe pastaj u sprovua me mos dalje në këtë luftë. Dhe e kapi ajo sprova e madhe, e pastaj e keni ndëgjuar ngjarjen, këto janë 3 sahabë të cilët nuk dolën në luftë për shkak disa për shembull të arsyeve të tyre, mirë po këto nuk kishin arsye
se e panë se u vënuan, duke u vënuar dhe ngeli që ashtu ka deri Allah që mos dalin në luftë, e pejgamberi s.a.s. u hidhrua të to derisa zbriti ajet për shfaqësimin e këtyre tre sahabive. Njëri prej tyre është ky Ka'b ibn Malik radhiyallahu anhu, por si tregim na tregon Ka'b ibn Malik radhiyallahu anhu se pa ndodhur diçka që kur shkoi pejgamberi s.a.s. në Tebuk atje, i kontrolloi ushtarët e tij dhe tha: "Ku është Ka'b ibn Malik?" Tha: "Me fa'ale Ka'b ibn Malik." Çka bëri Ka'b ibn Malik kur nuk e pa prezent? Njëri i cili ishte prezent nga fisi Beni Seleme, tha: "Ja Rasulullah, habisehu burdahu wa nadharu fi itafai." O i dërguari i Allahut, tha, më duket se e ka ndaluar dhe e ka penguar pëlqimin vetveten dhe duke dashur që mos merr pjesë në këtë vështirësi. Tu vënu, ai mos dal hajta ta shpëton vetveten e tij. Është përdorur si fjalë që nuk ka dashur të merr pjesë në këtë vështirësinë e luftës pa e ka penguar ai flladhi atje në Medinë. E mu për atë ishte në këtë prezencën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ishte sahabiju i ndershëm Muadh ibn Jabali radhiyallahu anhu vëllezër. Para menohen në prezencën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam reagon Muadh ibn Jabali radhiyallahu anhu kur ky foli për Ka'b ibn Malikin pse nuk është prezent. Çka tha? Tha: "Bi'sa ma qult." Sa keq që ke folur. Por të tha: "Wallahi ja Rasulullah, nuk dim për të vetë se hajr." Për Ka'b ibn Malikin nuk dim diç tjetër vetëm se hajr. E paramendoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam heshtin këtë rast si pohim dhe si ligjësim të mbrojtjes të cilën e bëri dhe pohim të mbrojtjes të cilën e bëri Muadh ibn Jabali radhiyallahu anhu për këtë njeri që foli për Ka'b ibn Malikin. Do me thonë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam heshti se e ke folën një fjalë për vllavin tënd atje, pa e ditur ti se cila ka qenë shkaku. Dhe na kitë kemi si cilësi shumë herë, në moment që nuk është prezent dikush, nëse thua ku është filani, dikush me xhlis mora të reagon të pa i kështu, ti nuk e din ai se kush është. Pa tjetër dikush t'ja nxet diçka, të flet ose të akuzon diçka. E por atë sahabiju i ndershëm Muadh ibn Jabali radhiyallahu anhu na jep këtë mosim, tha: "Bi'sa ma qul." Sa ke çike fol për to. Pse fol? Ku e morr atë sigurim që ti të folish direkt për to. Kështu ishin ndjekja e atyre burrave të cilët u edukuan me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, në këtë prezencë nuk lejonin që dikush të akuzon dikant. Kjo është detyra fetare që na duhet që ta marrim, o vëllezër, këtë mosim, që gjithherë kur të marrmi pjesë, edhe për fat keq, se marrmi shumë herë pjesë në tubime, ulesh në kafe, ulesh me një vend, apo bisedën e parë që e bojmë direkt me akuzu dikant, me përgoju dikant e kështu me radhë. Kjo me të vërtetë nuk është cilësi e virtytshme një muslimonit. Mu përat në hadithin e Utbah ibn Malik radhiyallahu anhu, të cilën transmeton Imam Buhari dhe Muslimi, shiko se çka na tregon Utbah ibn Malik radhiyallahu anhu. Tha: "U ngrit pejgamberi sallallahu alajhi wasallam një herë që të fal namaz." Kjo ishte kujdesi i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam kur ngritet të fal namaz, u kthy ka xhamati dhe shef dikan nuk është prezent, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam pyeti dhe tha: "Ejna Malik ibn Dukhshum?" Ku është Malik ibn Dukhshum? Speshat është në xhami këtu. Kur ndrëshëm në namazin, safet kur e shef filanin që e dën prej sahabeve, prej xhamatit nuk ishe prezent, pyeti ku është filani, reagoi dikush në prezencë, o vëllezër, me njëherë tha një njeri: "Dhalike munafiqun ya Rasulullah, la yuhibbu Allah wa rasuluhu." Tha: Malik ibn Dukhshum s'është prezent, sikur në namazin e sabat ose të jacis. Ku është filani? Ai munafik, nuk e dën Allahun edhe pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam çka i tha këtij njeriu? Me njëherë i tha: "La taqul dhalik." Mos e thuaj këtë fjalë. Për arsye se ela tarahu qad qala la ilaha illa Allah yuridu bi dhalika wajha Allah. Tha: a nuk e shef se ai e ka thonë fjalën la ilaha illa Allah dhe nuk pat synim tjetër vetëm se fytyrën e Allahut xhelel xhelalu, vetëm se për hir të Allahut xhelel xhelalu. Ai u bë musliman, nuk është bërë musliman vetëm se për hir të Allahut xhelel xhelalu. Por pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dëshiron që të i tregon këtij njeriu
që mos nxito që ti ta gjykojsh një vepër me të cilën moment nuk e shef, nuk do të thore se atë veprën që ti e shef nga jashtë, që ti ta gjykojsh nga brenda se çka është ai njeri. Nuk lejohet një muslimani që ti ta gjykojsh brendësinë e tij me atë të jashtmen me të cilën ti e shef. Ti gjykon sipas që e shef, mirë, po nuk gjykosh me atë brenda që ti ta nxjerrësh se ai është një munafik që nuk e don Allahun edhe pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Pejgamberi sallallahu tha jo mos thuaj ashtu. Se ai ka thonë la ilaha illa Allah, nuk i ka thonë ato vetëm se synon fytyrën e Allahu xhelle xhelalu, qëllim e ka vetëm për hir të Allahu xhelle xhelalu. E Allahu xhelle xhelalu tha je ka bër haram zjarrit që ta djeg atë i cili nuk ka qëllim tjetër vetëm se Allahu xhelle xhelaluhu. Por ky është hadithi o vëllezër me të cilën neve na tregon dhe na mëson që gjitharu është kjo, me thonë kjo cilësi e ulët në prezencë që njëherit si mësim të jetë fetar për ne, në këtë hadith pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që dikush kur të reagon për dikan në moment që ti din mirë për to, i thua vëlla më bën halal, po nuk është ashtu sikur që ti e paragjikon atë. Në prezencën dikush gjithherë ka qef që kur të mungon dikush, ai ta ulat njeri në sytë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam për shembull këtu, apo kur të jetë në sytë e ndonjë hoxhës apo ndonjë sytë e dikuja që është i vlefshëm, nëse nuk është prezent me njëherë të flet. Po ti se din filani ai është kështu. Ku është filani se sa ortor në namaz të sabat në xhami, se nuk e fol shemë filani nuk e shoh në sabah, në filan kohën, dikush patjetër reagon me njëherë që të flet ose është këtu, ose është kështu, ose është kështu. E kjo nuk është në rregull. Në prezencë flet dikush, akuzon për diçka, pra ti thon ma bën halal. A ka arsye, a ke pa arsyen, a ke gjetë arsyen? Por do me thonë me një prezencë të shkurt, nëse nuk është, ndalohet që ti ta gjykojsh me njëherë brendësinën e tij. Mirë po, një njeri i cili nuk prezanton fare në namazin e sabat, fare në namazin e jacis, e pastaj ose dikush nuk intereson namazin me xhamat hiç, ose ati tjetrit as namazi hiç intereson, e pastaj kur të flet dikush, ky del e mbron, thot ti nuk e di sa e don Allahu. O ti musliman, ai që e don Allahun ai vjen namaz me xhamat, ban namaz, fal namaz. Po këto është për qëllimi në moment që nuk e pa, zakon ishte që të i shef në namaz shokët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Ato ishin në namaz, vëllezër, prezent, në xhamia prezent, në këshilla prezent, dhe i drejtohej dhe thonte, për shembull, filan nuk e shoh sot këtu, ku është? A ka dini hall, interes për to? Çfarë problemi ka? A jo, kështu. E ky është mësimi me të cilën neve na vjen që na mos të nxitojmë në moment kur dhe gjen dikant është i gatshëm për të fol, për ta ulur pozitën e tij te dikush që ka mendim të mirë. Gjithherë të na, subhanallahu, dikush që ka një shok të mirë të tij, e gjen një tjetër vetëm e pret momentin që të mungon ai në prezent që ky të flet për atë, që t'ja ftof atij këtë shokin që ky e don, këtë vllavin që ky e don që e ka prezent. E pret momentin që të flet, po ti nuk e di kështu. Pra të pat ndodh një herë një konflikt mes Saadit dhe Khalid. Hoxha e thej këto bejnë Saad dhe Khalid, po kush janë këto dy sahabi? Është Saad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu dhe Khalid ibn Walidi. Pa të ndodh një bisedë mes veti, një mos pajtim mes veti, duke u ngritur sikur që është zakon mes dy vëllezërve, ndonjëherë mos pajtohet me një çështje, jo është kështu, jo është ashtu, por në prezencë tha, kur shkoi dhahaba rajulun yaqa fi Khalid radhiyallahu anhu. Kur shkoi Khalid ibn Walidi në njëri tjetër më një herë te Saad ibn Waqqasi, ti nuk e di se ky edhe kështu. Çka tha Saad ibn Waqqas radhiyallahu anhu? Reagoi më një herë. Nëse unë kam rënë në një dilemë me një vëlla, si jam pajtu me një mesele, tha kjo nuk nën kupton që ti të vish këtu, edhe tash ta shojsh ato dhe përkite ta fyshe fejnë, kjo a i zbane nuk është i mire kita. Por atë ju drejtua duke thënë kështu, tha me bejnena, inne me bejnena lem jeb lug dinena. Aja që ka ndodhin mes nesh, nuk ka arritur dherë të feja jonë. S'ka arritur që ta urrej tash edhe fejnë ati t'ja prishim. Mos t'ja dua edhe fejnë ati. S'ka arritur që atë vëlla tash nëse kam unë mos pajtim me to, ose kam ndonjë
mesele që s'jemi dakord me të njëjtë, ose ndonjë fjalë me zveti, që ti devesh të folësh e të thënë, ti nuk e di ai se sa i poshtër është. Gjithherë në moment, në prezencë, nëse i gjen për shembull një shok, nuk është aty prezent, ai më njëherë fol një llaf mes njëri tjetrit, e gjen tjetrin që ai është në atë prezencë, ti nuk e din ti. Ai është shumë i poshtër dhe fillon edhe t'ia cek edhe ato të metat, duke lidhur edhe me fe. Pa edhe kështu, edhe kështu, edhe kështu. E por atë, na si musliman, i thua, na fal dhe na bën halal. Atë që e kemi na mes veti nuk është edhe ndin dhe në fej. Nuk na ka arritur deri në fej ajo. Pra të vëllezër të biju i ndershëm Abdullah ibn Auni radhiyallahu anhu na tregoi se Muhammed ibn Sirini rahimullah e kishte cilësi të tij që një njeri nëse ishte në prezencë me mezhlisin e tij, tha kur e fynte dikan dhe folte keq për dikan, tha ky gjithherë ja përkujtonte ati më të mirat që i dinte për atë person. Nëse dikush folte keq për dikan në mezhlisin e tij, ai thonte jo, na fal se ai me të vërtetë ka dhe një cilësi të mirë. Çdo njeri e ka dhe një cilësi të mirë. Mund të ketë të këqija, po diçka ka dhe të mirë. Dikush e ka këtë cilësi. Pra, në moment që cenohet, akuzohet një musliman, thët jo, falë se ky e ka për shembull, sikur që i tha pejgamberi Allahut, pa ai e ka thënë fjalën la ilaha illallah, është musliman. Ai tjetri vjen në xhami, ti fol keq për to, pa ai fal namaz, vëllai, ti si hik namazin me xhamat në xhami. Shumë herë ndëgjojmë të në mesin tonë që flet për dikan, a atë njerë që flet ati nuk i hik namazin sabat me xhamat në xhami. A ky që flet, ndoshta namazin e sabat me xhamat nuk e shef me muaj të tëra. Ta shkua e baraspesha. E dikush ndoshta në mesin tonë, për vllaznive e ka dhe në një cilësi tjetër, kur të flet dikush mirë për to, ky, por dikan që është i keq, për shembull, ai kur të flet dikush keq, ai e cekni të mirë, normal, për me mbrojtur. Po e bën dhe të kundërtën, por ndonjë të mirë, dikush nëse e livdron ai ja gjen një të keqe për ta përmend ti nuk e di se sa i keq është ai. Kjo është cilësi, domethënë, jo e mirë. E mu për atë Imam Nawawi rahimullah na udhërrafan dhe na këshillon kështu. Tha dije se është obligim për një musliman që ai në prezencën e gibetit ku qëndron aty ku merret në përgoj një musliman, që ai ta ndalon atë, që ai nëse ka mundësi që ta ndalon me gjuhën e tij, me dorën e tij, ose për ndryshe të largohet pa atij tubimi. Me një mezhlis kur të marr pjesë, çka do të bëjmë? Të mundosh ta ndalish vëlla, mos fol se me të vërtetë jemi duke marrë në përgoj, a nuk është ashtu sikur që na thomi. Edhe pastaj, nëse nuk mund ta ndalish me dorë dhe me gjuhën që ti thua, tha mos prezanton atë mezhlis, ngriju për atë mezhlisi. E veçanërisht, tha nëse ndodh që ta ndëgjojsh të ta përgojon dikush hoxhën tand, njerin e virtutshëm tand, shokun tand, ato të ndershmit, të cilët i ki prezant, të cilët i don ti në atë prezencë, edhe kjo është për fat keq. Te na në mesin tonë ndodh kjo gjë e tillë. Nëse flet për hoxhën, është prezant, nuk shkon ti thot hoxhës se një gabim jam të e pa, ka mundësi ta përmirësoj. Një vllavit tanë që më nëse ja shën një gabim, që ti e ki shoki thua vlla, që ja shën një gabim, a ka mundësi ta këshillësh ti në vejtë e kështu me i thonë, por me njëherë e shfrytëzon rastin, kur është në prezencë, thua ti se ai mas shumë ti se ti që e ki vlla e don ky tjetri. Si të mungon ai me njëherë vën? Shka thube për hoxhën diçka nuk i mirë ki. Pseve nuk është e mirë? Se di, diçka nuk është në rregull me to. Ka diçka ky. Pse vëlla nuk e këshillon? Pse s'ulesh me bisedu, a ka arsye, s'ka arsye, cila është problemi? A ka argumenta, a ka hadithe, ka ajete, a ka feja? Ulu më në vëlla këshillo me to. Se diti, ka diçka. Pa filan vllavin ati tjetrin, si ti mos jetë prezent, në mexhlis, një të ubim, një të ulme në kafe, e shef që nuk është prezent, fol për atë. Filani ti nuk e di se sa i poshtër. Ai kështu, ai do të më largu pikë do të më ik pikë tjetër. Gjithherë të u mundu me nënshmu me ul njëri tjetrin, me ja ul atë njerin me virtyt. Që e don, e ka shok, e ka haxhi, e ka bab, e ka një vëlla, flet për ton pjesë të cilët nuk janë. Vetëm me e ul, vetëm me bë kruk që me i largu njerëzit dhe me i ftof. E pastaj përgjegjësi para Allahut xhelle xhelalu. Por atë tha Imam Maliku, ke Imam Nawawi rahimahullah duhet që të ketë kujdes në këtë pjesë. Ndëgjoj vëllezër se Ibrahim ibn Adham, subhanallah, ishte aq burr i devotshëm. Një herë të thirrën Ibrahim ibn Adhamin me një haje. Dhe mas shumë ti ndodhin këto që dikush ta bën gibet dikan. E ja të shkojmë ta hom një dark,
ose një drejt dikun. Shkojmë të ham dikundi, si të ulesh me hang, edhe fillon biseda. Cilës është prezent këtu tash? Ku be filoni? Shka të për filonin? Ku është ky filoni? Ti nuk e di, ti kështu, ti ashtu, aja ashtu. Fillon me një herë që të bëhet gibet. Ibrahim ibn Adham, kur uftua me një ushqim që të hajnë, dhe ky mori prezencë në to, kur ke prezencë, filluan që ta bëjnë tha gibet një musliman, ky u ngerit nga ky mexhlis. Dhe direkt reagoi o vëllezër duke thonë, tha s'ja bëj halal vetit se kitë që ma boni barkim. Tha kitë ma boni, inema fa'ala hadha bi batni. Tha kitë e boni stomaku im, me të cilën tha ky mshtini për shkak epshi që të vet ha buk, hajen me rak, darkën me rak, për shkak hajes hajt mos t'ja u prishi, tha erdha për shkak barkit erdha këtu, që të bëhet gibet në këtë prezencë, tha u ngrit Ibrahim ibn Adham dhe nuk ka ngrënë 3 ditë vetëm se mori pjesë me një mexhlis, me një haje ku bëhet gibet një musliman. Para mendo. Për atë besimtari e ka një detyrë që ai ta mbron vllavin e tij musliman. Kja ajo në haje, kja ajo në pije, kja ajo në mezhlis, kja ajo në tobim. Tash vjen stina e dimrit, apo afrohemi më shumë, edhe normal që mezhliset dhe ndejet e hajrit duhet më ushtuar, për me shfrytzuar, me këshilla, edhe me fjalë të mira, mirë po, mas shumë ti, kur është ma i lezetshëm mezhlisi, edhe tobimi, prom njerë, në 12 natës, jemi kinaq muhabet. Cilën mesele vëlla e shpjegum, për cilën mesele folët, bes folën mesele kështu, derë të dunjo, cilën derë, po s'lam njerë, mo pa folë për to, filoni i keq, kuj tjetëri i mirë, a i hoxha s'mervesh, kuj tjetëri hoxha ka gabu, a njoni ka deviju, kuj tjetëri është në hak, kuj një vëlla e ka lëshozim, kuj tjetëri su ka bo, kuj tjetëri ka bo, kush ngeli mirë aty, veç a i me gjlisi që janë prezent. As një herë s'folet për njoni tjetëri në vëlla, unë se e kam një të medë që tu me vejte, si ta përmirësoj. Ty, si më shea, a mund të përmirësojnë këtë meta e së në përmirësoj? A i tjetëri me thoshe më oj, babe, fëmin tem si ta uzoj, këtë tjetëri mërë një probleme kam shuj si ta, me gjlis të hajrit më të buhe me bisedu, nuk gjithherë medikant mërëmi. Dhe është ma i shishëm dhe ma i lezeqëm, atëherë kur mërëmi me gajlet e tjetër kuja. E për atë, a i besimtari cili nuk e mbron një musliman në këto prezencët të këtyre me gjliseve, tha besimtari e ka për detyrë që mos të i kaloj kufit, se në këto momente logaritet shkeles i kufive të Allahut xhelel xhelal. Dhe logaritet në pjesën e zullumçarëve, për të cilën thamë fillim, se është hak i muslimonit që kur të cenohet nderi, të shkelet dinjiteti dhe karakterin e muslimonit, mos merr pjesë atë. E kushdo i cili i të i kaloj këto kufi, tha Allahu xhelel xhelaluhu, wa man yata'adda hudud Allahi faqad zalama nafsa. Kushdo i cili të i kalon kufit Allahu xhelel xhelaluhu, ai i ka bërë dëm vetvetes së tij dhe ai ka bërë zullum vetvetes së tij dhe të tillë tha Allahu xhelel xhelaluhu janë nga zullumçarët. Edhe Allahu xhelel xhelaluhu e ka bërë që të ndaluar të anështe pjesa atyre që të cilët janë të padrejtë. Wala tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakumun nar. Kur mos hanon nga ata të padrejtit, të ata të cilët akuzojnë, të ata të cilët folin, të ata të cilët shpifin, mos hanon të ato. Si të akuzon njerëz, mos hanon asnjëherë të ato e të prek zjarri. Edhe në mezhliset me të cilët përmendet o akuzohet feja Allahut, o ndonjëherë bëhet hajgar edhe me fe, aty jenë prezencë, hajt mos t'ja prishi, se mos më hidhnoa. E kjo është me të vërtet rrezik. Allahu xhelel xhelal tha fala taqud ba'da dhikra ma al-qawmi dhalimin. Kur të kujtohet mos rri me atë popull zullumçar. Mos qëndro aty. Pse Imam Maliku vëllezër na tha kështu. Idha hadarta amran laysa bi ta'ati lillah wala taqdar an tantahi anhu fatanaha anhu. Fa nëse ti merr pjesë me një vend ku nuk adhurohet Allahu, nuk është bindjet Allahut, nuk është Allahu xhelel xhelalu i kënaqur, dhe ti nuk ki mundësi që ti ndalesh dhe ti pengojsh ato, atëherë ti largohu pi atij mexhlisi, largohu pi atij vendi, pi asaj neje, pi asaj tubimi. Tha pse? Për arsye se ti të marrësh pjesë, ta është fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nga Abu Said al-Khudri radhiyallahu anhu që transmeton Imam Ahmedi dhe Tirmidhiu, tha pejgamberi sallam la yamna'anna rajulan haybatu an-nasi an yaqula bihaqqin idha 'alimahu aw shahidahu aw sami'a. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha mos ta pengon ndonjërin prej jush prestigji i njerëzve, ai nderi që e ka ndaj njerëzve, mos ta ndalon që ai ta flet hakun të cilin e ka mësu, apo e ka dëshmu, apo e ka ndëgju.
Do njëherë ndodh, hajtë mos t'ja prishi, apo. Hajtë mos t'i thuash, hajtë se hatri i madh. Hatri në hak të Allahut nuk ka. Hatër po me respekt, me mënyrën më të mirë, me fjalët më të bukura, mirë po e thu hakun edhe pse ndoshta ki shumë prestigj të madh, ka hajbet të madh te njerëzit, hajtë mos ta prishi edhe pse ki aty ku është feja, cenohet deri Allahut, cenohet deri muslimonit, robit Allahut, atëherë ti reagon aty. Hakun të cilën e ke ndëgju, apo ke marr prezent, valla ma bën halal, po e kam dëgjuar ndërsa një hadith që kështu është rrezik, ma bën halal se nuk është e vërtetë ashtu, nuk është në rregull që të bisedosh ashtu. Që të marrësh pjesë apo mos ta mbrojsh një musliman në momente ku ai nënçmohet dhe poshtrohet. E më për atë Allahu xhela xhelaluhu vëllezër në Kur'an ju e dini në surët Mu'minun do cilësi të besimtarit i ka livdru. E një cilësi për atyre besimtarëve të shpëtuar që është walladhina hum 'anil lagwi mu'ridun. Hoxha i cej këto disa ajete të shkurta që të jenë si një cilësi dhe virtyt i karakterit të atyre burrave të mirë që Allah i ka livdru në Kur'an. E përfundon këtë kapitull pra me këto ajete që Allahu xhelexhau besimtarit e shpëtuar tha i livdroi me këtë cilësi walladhina hum 'anil lagwi mu'ridun. Janë ata besimtarë të cilët nga e kota, nga ato të cilët janë të kota, që nuk ka dobi në to, ato tha kthejnë shpinën dhe largohen. Tha Allahu xhela xhelaluhu wa idha sami'u al-lagwa a'radu anhu wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum salamun alaykum la nabtaghi al-jahilin. Tha ato kur ta ndëgjojnë dikant që cenon, akuzon në senet e kota, tha thojnë ju i keni veprat e juaja na tonat, ti do përgjigjesh për veprat e tua, për të mijat. Salamun alaykum la nabtaghi al-jahilin. Selam aleikum, nuk na duhet neve njerëzit ignorant. S'kemi punë me ignorant. Wa idha marru bil lagwi marru kirama. Kur të kalojnë për këtyre gjërave të kota, ata kalojnë me dinjitet dhe me karakter të madh të Islamit, të cilët Islami ne ka udhëzuar, dhe ky është mësimi që Allahu dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ne kanë këshilluar. Ky është një obligim fetar që na si musliman nëse marrim pjesë vëllezër në një tubim të tillë, në një mezhlis ku cenohet, folet për nderin e muslimonit, atëherë është e detyrshme që na të i bëjmë këto vepra dhe të i japim këto këshilla me të cilët na këshilloi Hoxha me këto argumente të tilla, dhe pastaj vazhdon tema se si të largohemi nga mezhlisi i gibetit. Cila është ajo çështje al-muntazihuna anil ghibe? Njeriu i cili largohet prej mezhliseve të gibetit. Si, në çfarë mënyre, në çfarë forme që të jetë ata të cilët largohen prej atyre mezhliseve ku folet dhe cenohen deri i muslimanëve, me të vërtetë se ka shembuj të tillë të shumë me të cilët janë të ndritshëm për ne dhe udhëzim për ne. Tash normal që ndoshta duket ndonjëherë e bezdishme këshilla për shkak se na i kemi këto të meta. Por o vëllezër, gjithherë na do ta marrim këto si këshillë secili për vetveten. Nuk e kemi në qëllim asnjëri, por e marr këshillat për mua, e secili për vetveten, që të marrim këto këshilla e të mundohemi të përmirësojmë vetveten tonë, se është me të vërtetë një libër këshille me të cilën këshillohemi me to për të përmirësuar unitetin ton, për të përmirësuar vetveten ton, vllazërinë ton, shoqërinë ton, mezhliset, tubimet tona. Lutim Allahun xhela xhelalu që Allahu dhul xhelal të ju shpërblen me të mirë, edhe me të mirat e mëdhaja të tij, që bot durim e sabër, që rivazhduam përsëri, ndoshta u rikthyem pak a shumë me disa fjalë dhe disa këshilla, që vazhdimisht kemi nevojë që të këshillohemi. E lutim Allahun xhela xhelalu që këto fjalë të jenë të dobishme për mua dhe për ne e për ju të gjithë. Wa aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Takohemi inshallah në të shtunën e ardhshme me lejen e Allahut xhela xhelaluhu. Allahu ju nderoft.